Live from Tirana. Live from Tirana. Shumë të reja, është Sara Karaj, kënaqësi që jemi ne. Përshëndetje, mirë se vjen. Kënaqësia ime. Sara ti ke bërë para një viti, para se të ndodhin gjithë këto gjëra, po hyn në zyrë të re tani, e ke sjell një markë tënden të make-upeve, si një blogere e mirë. Mos ka shumë qefin. Dhe mbi të gjitha para se të bëhesh edhe mama. Ke bërë një video ku flet për të blerit online dhe ke dhënë disa këshilla, të cilat ne duam që të na i risjellësh, sepse kam përshtypjen që kjo përvoja për sipërmashit ka mësuar akoma më shumë në lidhje me këtë aspekt, apo jo, me të blerit online. Po, është e vërtet. Unë në fakt që në fillime kur kam filluar të blej online, i kam pasur shumë bezdi bleret në Instagram. Domethënë nga faqet e Instagramit. Jo se kam ndonjë gjë me kundra me vajzat që e marrin si iniciativë, por në momentin që ti nuk je i regjistruar, mendoj se i ha pak nga buka e tjetrit që është i regjistruar dhe paguan taksa, siguracione etj etj. Plus që regjistrimi mendoj që është një nga gjërat që edhe tregon vërtetësinë e produkteve që ti shet. Unë nuk mund të blej një produkt që unë as nuk e di a është origjinal apo jo. Ose për më tepër nuk mund të blej një produkt që e di që nuk është origjinal. Se kemi Siç shikojmë që e bëjnë shpesh. Ti ke pasur besoj përvoja kështu zhgënjimi nga blera online. Po, kam pasur shumë përvojë. Na tregon ndonjë specifike fare. Po për shembull kisha parë në internet, nuk e di nëse e keni parasysh atë Lirika quhet, ajo vajza që bën bluze Lirika Matosh. Po. Dhe kisha parë në eBay kur jetoja në Gjermani që kishte nxjerr në auction, në Ankant, po, një bluze dhe fillova të bëja bid dhe e bleva për 5 euro dhe pse nuk ishte Lirikës. Ishte bluzë tjetër. Po, ishte një bluzë domethënë imitimi i saj dhe ishte për lakin, për qenin tim tani. Aha, okay. Ka shumë ndodhi të tilla që pretendojnë që është një produkt i një firme të caktuar dhe kur vjen pastaj nuk është fare ai produkt. Çfarë sugjeron ti më së shumti? Çfarë blerjesh online duhet bëjmë? Sepse zakonisht veshjet janë një zhgënjim, ndodh shpesh herë. Make-upet për shembull, a mund të blihen online? Po, në website-in tim. Se ka marrë. Po në asnjë vend tjetër. Se bëj shaka. Si po të shkon deri tani? Po shkon shumë mirë sepse ne jemi munduar që të tregojmë edhe vërtetësinë e produkteve. Pra, në momentin që ti e konfirmon që ajo është faqja zyrtare, nuk ka asnjë problem të blesh tek ajo faqe. Po në momentin që është reseller kanë fjalën jo official, pra ti nuk e gjen tek faqja zyrtare. Nuk e prodhon ti, por e rishet. Por ka edhe riblerës që nuk janë të zyrtarizuar nga faqet e caktuara. Për shembull ne në momentin që do kemi një distributor, që quhet ndryshe riblersi ose rishitsi, e vendosim tek faqja jon që mund ta blini edhe këtu produktin. Në momentin që ti nuk e shikon këto informacione tek faqja bazë, si tek Estée Lauder ose tek firma të tjera shumë të mira, atëherë nuk është një distributor zyrtar, kështu që rrezikon gjithmonë që mund të jetë fake ose është shumë e thjeshtë, po themi ta verifikojmë në këtë aspekt. Është shumë e thjeshtë, sidomos online është shumë e thjeshtë. Ose nëse keni kohë, mund edhe t'i dërgoni një email kompanisë zyrtare dhe të pyesni nëse ky brand i caktuar ose kjo faqe shet zyrtarisht produktet tuaja ose jo. Mirë, di që ti e ndan me njerëzit, ndan shumë video, duke qenë se je një blogere e mirëfill. Blogere e mirëfill. Po, dhe ajo çfarë më bëri përshtypje, më së shumti ishte fytyra jote sa hyre brenda, një fytyrë shumë e pastër. Po se ka bërë edhe full make-up tani. Pa as se jam në radio mund ta them këtë gjë. Pa asnjë lloj puçre, pas një lloj faleminderit. Shënje. Jo, faleminderit, po na trego sekretin tani. Sekreti është produktet e make-upit cilësor. Jo, përveç kësaj, unë kujdesem shumë për lëkurën poshtë dhe pastaj për produktet sipër. Do të thënë, nuk ka ndodhur ndonjëherë që unë të flë me make-up, ose nuk ka ndodhur ndonjëherë që unë të blej produkte shumë të lira skincare, të kujdesit të lëkurës, domethënë, sepse mendoj që janë baza e çdo gjëje. Është njësoj si ti kur ushqehesh, që të hash vetëm junk food, ushqime fast foodi, dhe normalisht ti do e reflektosh këtë në peshë, edhe në fytyrë, edhe në çdo gjë tjetër, edhe në mënyrën e jetesës tënde. Ashtu është edhe për produktet që i vendos sipër lëkurës, sepse ato depërtojnë, edhe ne e harrojmë ndonjëherë këtë që produkte që vendosen sipër depërtojnë për poshtë. Unë kam parë shumë njerëz që blejnë produkte fake
produkte fake edhe për pjesën e make-upit, edhe nuk e kam kuptuar kurrë se si mund ta arrish deri në atë fazë sa të blesh një produkt fake për make-upin. Domethënë që është aq i lirë në Huda Beauty për shembull. Po, është edhe Kylie për shembull. Kylie janë shumë të ka imitime të shumta. Ka imitime të shumta dhe ti përveç se po mashtron veten sepse ti e di shumë mirë që nuk është, edhe nuk e kuptoj kurrë sensi sepse nuk është ai produkt. Ndryshe nga çanta që mund të duket si e tillë, produktet e make-upit nuk duken si produktet nuk duken që janë Kylie ose nuk duken që janë Huda Beauty. Mirë, do të ndalemi pak tani tek New Love Silk City Ellie Goulding dhe do të rikthehemi sërish me Sara Karaj. Silk City dëgjuam dhe jemi akoma me Sara Karaj, flasim për blerjet online. Por sa herë do doja të ndalesha pak tek shitjet online. A janë shqiptarët nga përvoja jote tani më si krijuese e një brendi? A janë të mësuar me kulturën e blerjet online? A bën ti cash on delivery apo duhet të regjistrosh të dhënat e kartës? Si funksionon për ty? Tani kjo pjesa e të dhënave të kartës është pak problem në fakt për Shqipërinë, sepse bankat shqiptare nuk janë aq mikpritse, le të themi, sidomos për startupet. Shumë pak besoj biznese kanë opsionin e kartës, por ne kemi opsionin e PayPal-it, që është një konvertues i mirë i pagesave që bëhen me kartë. Cash on delivery normalisht funksionon në Shqipëri, sepse jo të gjithë kanë mundësi që të paguajnë me kartë ose më saktë nuk kanë shumë besim tek pjesa e kartës. Kjo për arsyen se kanë pasur zhgënjime më përpara nga këto faqet që unë të thash, nga jo website, por nga faqet jo të mirëfillta, domethënë. Dhe unë mendoj që karantina ka bërë një ndryshim shumë të madh në blerjet online. Ne kemi hapur website-in tonë në janar dhe prap më shumë porosi kishim nëpërmjet Instagramit. Por pas karantinës filluan edhe të kuptonin që website-i edhe blerja online është edhe më e thjeshtë për njerëzit, domethënë ti kurse në kohë, kurse në para, sepse duhet parkosh makinën ose duhet që ti kësh diku edhe ajo koha mund të konvertohej në diçka tjetër që ti mund të bësh, ndërkohë që mund ta bëjmë ne atë për ty dhe mund të ta sillim produktin kudo që ti jesh. Unë personalisht jam faze shumë e madhe e blerjeve online. Domethënë shumë pak gjëra shkojnë në dyqane dhe i blej, vetëm ato që nuk ma mundsojnë si opsion. Te ke menduar të hapësh dyqane fizike apo kjo nuk është më diçka e nevojshme në kohët e sotme? Në Shqipëri nuk mendoj se është e nevojshme, në sensin që neve jemi një vend aq i vogël sa nuk mendoj që ti do të kesh nevojë ndonjëherë që unë të jem në një dyqan në qytete të ndryshme. Ajo që më ka pëlqyer gjithmonë kanë qenë concept stores, dhe janë pjesë e disa concept stores, S Cosmetics, domethënë kompania, por gjithmonë në konceptin e të qenit pjesë, jo të qenurit dyqan veç, sepse më duket investim shumë i madh për kaq pak njerëz sa jemi. Sigurisht do doja shumë të isha pjesë Sephorës ose të Ultas ose dyqaneve të tilla që janë internacionale, por gjithmonë i mendoj për jashtë këto gjëra, nuk i mendoj për Shqipërinë. Mirë, duke qenë se ti ke brandin tënd tashmë, ke krijuar diçka tënde në shumë të rëndësishme, besoj se përveç komenteve pozitive, ka edhe ato komente që janë ndonjëherë jo dashamirëse Për brandin? Po, jo vetëm për brandin, base edhe për ty personalisht, për gjërat që bën ti. Po. Cili është reagimi yt për këto komente? Se ndonjëherë ndodh që janë edhe pa bazë. Po, patjetër. Domethënë ka komente të ndryshme për gjëra të ndryshme të mia. Dhe për sa i përket brandit, nuk është se kemi pasur shumë komente negative të njerëzve që kanë provuar produktet. Mund të kemi pasur komente negative për sa i përket çmimit ose për sa i përket faktit që disa nuk e përballojnë dot. Unë mendoj që make-upi nuk është një produkt i nevojshëm, i domosdoshëm, është një produkt luksi mund të quhet. Dhe në momentin që ti do të blesh një produkt që është i prodhuar nga fillimi, sidomos në Itali, që dihet që blerja është më e shtrenjtë se sa ti të hysh tek një faqe si Alibaba edhe të blesh produktet e gatshme, ti plasësh emrin edhe ta shesësh, sigurisht ajo do jetë opsion më i lirë. Normalisht që kualiteti kushton edhe për mua, kushton edhe për njerëzit që e blejnë normalisht. Ndërsa për sa i përket komenteve tek faqja ime ose për mua specifikisht, unë mendoj që jam atë teorinë që nëse nuk ke diçka të mirë për të thënë, më mirë mos flit fare. Kështu që mundohem t'ja kthej në të njëjtën monedhë, normalisht duke mos u treguar shumë rude, pasjellshme, por me
mënyrën time pak ironike, le të themi. Mirë, nëse për gjithë ato goca që na dëgjojnë tani, duan që të hapin një brand të tyre ose të bëhen pjesë e këtyre produkteve të kozmetikës ose ndoshta edhe të bëhen vlogere, cili është sugjerimi yt ose diçka që ti ju thua gocave që ta kenë parasysh? Thjesht mos zgjidhni asnjëherë rrugën më të thjeshtë. Unë kam parë që pas hapjes së Cosmetics më vjen mirë nga një anë që shumë goca janë munduar të hapin brandet e tyre, por një brand nuk mund të quhet brand në momentin që ti nuk e trajton si të tillë, në momentin që ti thjesht bën këtë që thash që shet vetëm në Instagram, është thjesht shitje Instagrami edhe ti i mban ato produktet në shtëpi, ose në momentin që ti zgjedh opsionin e thjeshtë që blen produkte të gatshme siç të thash dhe kjo kam përshtypjen se pasqyrohet edhe tek njerëzit e tjerë. Njerëzit e dallojnë që ti nuk e ke kushtuar shumë rëndësi, që nuk ka një koncept mbrapa produktit dhe do vanitet dal nga dal. Kështu që sa më shumë e personalizuar dhe sa më shumë të japësh tek një gjë që ti do të bësh, çfarë do lloj gjëje qoftë ajo, mendoj që edhe njerëzit do ta vënë re këtë gjë dhe do kesh edhe më shumë sukses. Për çdo gjë, jo vetëm për kompani ose vetëm për vlog. Sara, të falenderojmë shumë që ishe me ne, edhe jeni shumë të mira. Është hera parë që vjen fakt këtu pasi e bërë dhe mama, dhe unë nuk mund të mos të pyes tani dhe për këtë se u bë muaj 4 tani, si po shkojnë gjërat? Çuditërisht shumë mirë. Na the diçka shumë të lezetshme përpara. Po më thuaj. Jo, në për fëmijët, në përgjithësi na i ulin pritshmëritë. Nuk është se na e ke ulur ti, na i ulin njerëzit se tregojnë që është tmerri pa gjumë etj. Mësinë na e the si gjë më të bukur, kuptoj që është gjëja më e bukur, po për këtë pjesën që janë ato netët pa gjumë, janë ato vështirësi. Të thënë të drejtën nuk dua ta bëj si klishe, se unë i urrej këto fjalit klishe, por realisht mua nuk më ka ndikuar shumë në jetën time. Domethënë, aq sa po vuajun, po vuani dhe ju, se jemi në periudhë karantine dhe edhe ju ktheheni në shtëpi. Po ne po vuajmë më motor. Kështu që unë nuk po humbas asgjë praktikisht, ju do ktheheni në shtëpi, unë do kthehem në shtëpi. Jo, unë nuk do kthehem në shtëpi. Unë do punoj. Unë do punoj. Do punoj. Po çfarë bësh? Ke edhe ti. S'ke ku shkon më vonë. Vërtet. Vjet ka raste 2-3 po zakonshme. Ndonjë festë, nuk është se humb ndonjë darkë. Jo, se festa s'ka. Ne tani shërben vetëm për punën. E kam kaluar mirë këtë gjë sepse ndihem, e di që mund të duket pak keq, po ndihem mirë që të gjithë po vuajnë bashkë me mua. Pikërisht në këto momente. Më pëlqen sinqeriteti. Edhe një herë falenderojmë Sara, të urojmë punë të mbarë si për marrjet e tua, se tani janë të shumta. Edhe me familjen padyshim. Una canzone d'amore buttata via, do të vi tani Vesco Rossi. Live from Tirana.